Festa e Grurit, një nga aktivitetet më të rëndësishme tradicionale të Myzeqes, mblodhi këtë fundjavë mijëra vizitor pranë Apollonisë, duke shënuar nisjen simbolike të sezonit të korjeve dhe promovimin e trashëgimisë bujqësore të zonës. E kthyer tashmë në traditë prej 8 vitesh nga Bashkia e Fierit, festa risjell ritualet e lashta të kremtimit të bukës së re, duke ndërthurur kulturën, historinë dhe jetën bujqësore të Myzeqes. Kryetari i Bashkisë së Fierit, Armando Subashi, e cilësoi aktivitetin si një natë magjike në zemër të Apollonisë, ku mijëra qytetarë u bën pjesë e një feste që bashkoi traditën, muzikën dhe shpirtin e Myzeqes. Deputetja si dhe drejtuesja e Partisë Socialiste për Qarkun e Fierit, Belinda Balluku, vlerësoi organizimin si një nismë që promovon jo vetëm vlerat kulturore, por edhe rëndësinë e bujqësisë për ekonominë e zonës. Ajo theksoi se përmes skemave mbështetëse dhe subvencioneve, qeveria vijon të inkurajojë fermerët të investojnë në kultivimin e drithrave, si dhe në rritjen e prodhimit vendas. Ndodhemi në festën e Grurit, tashmë një organizim tradicional që bëhet nga Bashkia e Fierit, por me mbështetje të shumë institucioneve të tjera. Pjesëmarrja është me të vërtet mbreslënse, sepse ka njerëz jo vetëm nga Fieri, ka nga Vlora dhe për më tepër ajo që mësoj janë të gjithë njerëzit që kanë ardhur nga diaspora, nga organizata të ndryshme, siç është për shembull Shoqata Apollonia, për të marrë pjesë pikërisht në këtë ditë të shënuar. Është e rëndësishme që thuhet që festa të tilla përveç faktit që krijojnë jetë sociale në Qarkun e Fierit, nga ana tjetër edhe nxisin njerëzit për t'i afruar pranë bujqësisë, dhe ashtu siç ne e dimë, Gruri është shumë i rëndësishëm për Myzeqen, pavarësisht se këtë vit ka pasur një rënje në rendimentin e tij. Nga ana tjetër ne nxisim të gjitha paketat që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar me paketat e subvencioneve janë të rëndësishme, por sigurisht edhe vetë puna e fermerëve këtu të Myzeqes është kriteri kryesor për të rritur këtë prodhim. Prezenca juaj është shumë e rëndësishme, pasi të gjithë gazetarët që mbulojnë Qarkun e Fierit bëni një punë shkëlqyer dhe unë ju falenderoj. Balluku apeloi që të gjithë fermerët të aplikojnë për të përfituar nga paketat e subvencioneve që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar. Parada e vajzave të veshura me kostume tradicionale, demonstrimi i procesit të korjes së grurit, pjesëmarrja e kombanjerëve dhe e bukpjeksve si dhe panairi i produkteve lokale ishin ndër momentet më të veçanta të festës. Është një nga festat më të bukura që organizohet dhe jep kuptim sepse buka vërtet fillon nga toka. Dhe toka në qytetin tonë, në fushat tona prodhon një grur shumë të mirë, me cilësi shumë të mirë, edhe ne në Bleda Premium e përdorim grurin vendas dhe bëjmë disa lloje bukesh me grurin e vendit. Është vërtet shumë e rëndësishme sepse është një grur me cilësi shumë të mira dhe del vërtet një bukë me cilësi shumë të mirë. Rreth 5.000 persona morën pjesë në aktivitet duke ndjekur koncertin me muzikë popullore e duke shijuar gatimet tradicionale të zonës. Festa e Gurit synon të nxjisë kultivimin e grurit vendas dhe të promovojë identitetin bujqësor të Myzeqes, ndërsa është vlerësuar nga institucionet e turizmit si një nga ngjarjet tradicionale më të rëndësishme në vend. Zona e Fierit është një nga rajonet me potencialin më të lartë në vend, sa i takon prodhimit bujqësor dhe atij të grurit, që jep edhe një kontribut të madh në ekonominë e vendit, angazhimin e forcës në punë si dhe zhvillimin e ekonomisë lokale e rurale.